Përgatituni për ëmbëlsira dhe gëzim. Viti 2026 parashikohet të sjellë momente të lumtura dhe ndryshime të mëdha për disa shenja të zodiakut, veçanërisht në dashuri dhe marrëdhënie. Ata që kanë kaluar periudha të vështira mund të presin lajme të mira, me dasma, fejesa ose zyrtarizime të bashkëjetesës. Briciapi. Briciapi është një nga shenjat me shumë fat këtë vit. Jupiteri në Gafore do të hapë mundësi të reja në fushën e dashurisë. Disa briciap mund të takojnë dashurinë e tyre të jetës dhe nuk përjashtohet mundësia e martesës. Ujori nuk mbetet pas. Kur Jupiteri të kalojë në luantë të ndikojnë në shtëpinë e 7, kjo shenjë mund të presë një ngjarje të rëndësishme në marrëdhëniet e tyre. Nuk është e pamundur që të ketë martesë ose të zyrtarizohet një marrëdhënie e re, duke sjellë stabilitet dhe lumturi. Demi. Demi është shenja e tretë që pritet të ketë ndryshime të mëdha në vitin 2026. Me kalimin e Jupiterit në luantë dhe ndikimin në shtëpinë e 4, përfaqësuesit e Demit do të ndihen të gatshëm për seriozitet dhe për të hapur një familje. Ky vit është i favorshëm për zyrtarizimin e marrëdhënieve dhe vendosjen e themeleve për të ardhmen. Pra për Briciapin, Ujorin dhe Demin 2026 duket se është viti i dashurisë dhe angazhimeve serioze. Ata që kanë marrëdhënie të rëndësishme mund të shohin një hap të madh përpara, ndërsa të tjerat mund të takojnë personin që do të ndryshojë jetën. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.